Sot në vend shënohet 24 maj, dita e vëllezërve Shën Kirili dhe Metodi, të cilët njihen si iluminist slav, përpiluesit e alfabetit të parë të gjuhëve slave. Presidentja e vendit Gordana Siljanovska-Davkova në urimin e saj apeloi që të ruhet kujtimi për Shën Kirilin dhe Metodin, dhe të ndërtojmë një shoqëri të dijes dhe respektit të ndërsjellë. Kjo ditë është një kujtesë e fuqishme e vlerës së qëndrueshme të misionit të tyre, një vlerë rrënjët e së cilës shtrihen thellë në kulturë, dije dhe unitet shpirtëror. Shenjtorët Kirili dhe Metodi jo vetëm që na dhanë alfabetin, por me të ndërtuan një themel të fortë kulturor dhe qytetërues panslav, që vazhdon të mbështesë identitetin ton edhe sot e kësaj dite. Kryeparlamentari Afrim Gashi në urimin e tij tha se në këtë ditë nderohet përkushtimi dhe trashëgimia e tyre në përhapjen e dijes, shkrimit dhe kulturës ndër popujt slav. Kjo ditë është një mundësi për të reflektuar mbi rëndësinë e arsimit, gjuhës dhe respektit për diversitetin kulturor në ndërtimin e një shoqërie demokratike dhe gjithëpërfshirëse. Urime të gjithëve këtë ditë me vlerë historike dhe arsimare. Kryeministri Hristian Mickoski tha se nderimi i vëllezërve Kirili dhe Metodi është dëshmi se misioni i tyre fisnik vazhdon të bashkojë edhe sot. Od koja bilka počinala da se suzda. Këto dy vëllezër, fisnik në zemër dhe mendje, na lanë dhuratën më të madhe, shkrimin, shkronjën, zërin e identitetit tonë. Mos të harrojmë se pas saj më të mëdhenjt e kanë shkruar vlerën që këta vëllezër na e kanë lënë. Për më shumë se 1000 vjet, ajo ka qenë drita jonë përmes të gjitha vështirësive, përmes gjitha sfidave dhe pengesave të jetës që i tejkalojmë. Gjuha është vlerë themelore dhe gjuha jonë ka filluar pikërisht nga ata. 24 maj, dita e Shën Kirilit dhe Metodit në vend, është ditë feste dhe ditë jo pune për të gjithë qytetarët.